se ju rigoriziteti ose qenit rigoraz nuk është gjithherë fetaria me mirë. Dhe marrja e fetfave rigoroze nuk bën fetarin më të mirë. Edhe fetat të buta, edhe fetfat pak më tolerante, as pak sta zbehin fen. Edhe mundu me bë krahasimin mes dy sahabive të mëdhenj që njëri ka njek njënin vije, tjetri njënin vi, po megjithatë kërkush mund me thonë se ata njëri ka qenë më fetar se tjetri ka pas fetarizmin më të dobët ose më të zbet. Ishte Abdullah ibn Omeri që i ndeshte fetfat më rigoroze dhe ishte Abdullah ibn Abbasi që i përcjellte fetfat pak më të buta. Edhe të dytë e përbënin atë mozaikun dhe në fakt kështu do të më qenë në ummeti islam. Edhe kjo është pasunia më e madhe e muslimanëve kur secili çdo mendim merret prej dikujt, por përpjekja që me qenë veç një mendim për gjithë definitivisht mbetet përpjekje e gabuar dhe tendenca që një fetfa rigoroze m'ja u imponu krejt ummetit është gabim. Sot shumë shkurtimisht po du me trajtu gjithashtu njënën prej temave që e konsideroj shumë rëndësi që prapi i kontribon sferës të kuptuarit të fesë. Ajo smundja që në ka kap gjithë botën, sot është gjithë shka sot po matet me sasi, jo me cilësi. Krejt bota sot është e preokupuar te shumësia, te numrat, te volumi, edhe gjithë shka, edhe në ekonomi, edhe në biznes, edhe në të jetën, po maten gjonat me shumë, jo me si, jo me kuantitet, jo me kvalitet, po me kvantitet. Që kjo farë smundje që na ka kap një jetë, ka njëherë po kalën edhe të feja. Edhe po krijohet përshtypja që për me kon fetari mirë do të veç shumë punë me bo. E nuk kam rëndësi që shi bën. Ndërkas, feja jon e tërheqni vëmendje këtu dhe thotë, keni kujdes. Nuk është fetaria më e mirë veç me bo shumë punë. Feja si intereson me theks punë që i ke bo me qenë të kryera mirë, me qenë kualitet, me qenë ajosia perfekt. Për ata Allahu i mandushëm disa herë Kur'an në thëtë. Kur ka folë për kurbana, Zoti na ka tregu që nuk është ideja kurbanit veç numrat, as nuk është ideja kurbanit veç gjaku, as nuk është ideja kurbanit veç mishi. Ideja kurbanit është sa ke bo me sinceritet, sa ke pas zemrën, sa ki zemrën e pastër kur e ke prej kurbanin. Për që ta ka thonë Allah, la yanala Allahe luhumuha, wala dimauha, walakin yanalu at-taqwa minkum. As nuk i merr Zoti gjakun, as mishin e kurbanave. Nuk i duhet Zotit as gjaku as mishi i kurbanave. Zotit i duhet takvalloku ju, devotshmëria ju. Por ata të dashur vëllezër, transmetohet prej Aishës se pejgamberi alayhis salam në Ramazan, nuk do të thonë që ka bëu shumë recate. Na kanë heri falim 20, 30, 40. Po transmetohet që pejgamberi alayhis salam i ka falë 11 recate taravih të natën. Po i ka falë të mira burra. Pejgamberi na kena sot njerëz që kanë 10 haz. Është me vlerë kjo. Po mos harroni pejgamberi veç një haz e ka po. Njeriu më i miri i këtij njerëzimi, i pari i këtij ummeti, një herë ka qenë haz veç. Domethënë nuk është ideja veç volumi, veç sa haxha i ki. Ideja është çfarë haxhash i ki. Por që ata Hazreti Omeri ka thonë, radiallahu anhu, sa shumë udhëtar e sa pak haxhi. Hazreti Omeri ka thonë, sa shumë udhëtar e sa pak haxhi. Ha, udhëtar shkojnë shumë, 4 milion shkojnë udhëtar. A janë tonë haxhi? A janë tonë haxhi për pyetje. Sepse nuk ka haxhi veç shkurje dhe kthyrje, haxhi është edhe gjëra tjera. Për ata, mos e matni fetarin gjithherë me volum, me numra. Fetarin matni me hakikat, me sinceritet, me pastërti e kështu me radhë. Kur kanë folë njerëz për Ebu Bekrin që becekum shpesh, Ebu Bekri i më i miri gjithë ummetit. Kur po folin për Hazreti Ebu Bekrin, po thojnë, vallahi në kuptimin e punëve nuk ka dallu shumë prej neve. U fal me neve, nuk ka pas ndonjëvar ekstra numra shtesë ndaj atyre që i kemë bona. Po me çka ka dallu Hazreti Ebu Bekri radiallahu anhu? Hazreti Ebu Bekri bi shay'in waqara fi qalbihi. Dallimin e ka pas diçka që u pat ngulit në zemrën e tij. Ka pas për emaj, ka pas sinqerisht, ka jetu me shpirt, çaja ka bu dallum. Jo vetëm çështja e numrave. E lutem Allahun që inshallah Zoti na shton cilësinë e punëve të mira, na rregullon atë sin
na përmison sinqeritetin edhe pastërtin e zemrës kur I kryjm punë, e di që është më rëndësi edhe kuantiteti, nuk po I zhvlerësoj numrat, e rëndësishme edhe reqatet, po shumë më rëndësi që po I bën reqatet. Për që ta pejgamberi a.s. e ka pa njonin të u falë shpejt, e I ka thonë ati, ktheu fale së su fale. Gjematin nderuam, mos vuni shumë sa reqatës sunet po I falë, po vuni qysh po I fale të reqate. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.